Sa e ke çuar me maksimumin? Weighted pull-ups maksimumin? Po, domethënë 3 përsëritje, 1 përsëritje maksimale. 3 përsëritje me 55 kg. Atëherë, po nuk është se stërvitesh kështu. Se zakonisht kam qenë tip makinerish për ndaj. Goxha mirë. Për faktin që nuk e bërë specifike, 3-55 shoqë. Shpinën e ka me diçka si dominante, siç e jetë ti. Me thënë eksplozive pull-upsat? Po, si fillim e kam vërë edhe të nxemit, është më mirë t'i bësh eksplozive. Për sikur i bën vetes prime. Duhet që ke goxha forcë të ushtrimi, vetëm nga mënyra që i bën. Je shumë stabil gjatë lëvizjes. Do thoya që ka qenë, kur jam qenë i vogël, kam pas qef. Sa nuk është ashtu se punë stabiliteti, po gjithmonë ka qenë një ndër ushtrimet e mia preferume. Unë kam patur shumë qef kur nisa stërvitjen fillimisht. Vazhdoj ta kem, po tani jam bërë çik më përtac. Ti ke lidh calisthenics gjithmonë apo? Me atë kam nisur. Edhe calisthenics thjesht, pastaj street lifting, domethënë që gjithë i bëj me peshë. Ç'është street lifting? Është weighted pull-up, weighted dip, është si tip powerlifting. E ke parasysh që të stërvitesh për 1 rep max, po thjesht këto dy ushtrime. Dhe quhet street lifting, se kisha dëgjuar. Thjesht dipsi dhe Heguri Tech me peshë maksimale për një përsëritje. Okej. Tip strongman për peshën e trupit. Po. Tani e kanë zgjeruar, ajo ka qenë klasike afare, para që nisi si sport, se nuk pse ka shumë kohë. Nga Europa lindore ka ardhur, nga Ukraina dhe nga Rusia. Ka kuptim. Andaj e mori këtë në mendje shkon në kompeticionet e para. Si ka ai tipi që Andrej Ismaili. Bravo. E kanë në kulturë atë. E kanë në kulturë. Edhe fakti që gjatë kohës sovjetike, domethënë gjatë kohës komunizmit, ata si mire stërvitore për mundësit dhe për atletët përdorin shumë ato gjylet, kettlebellsat. Po, kujtohet. Edhe nga që janë lehtësisht të aksesueshme për këtë do, ata të gjejnë mënyrën që okay, po prit se është e lehtë për ta mbajtur tek këmba, bën çike kur tek me këtë. Po. Këtë kam përshtypjen se si nisi. Si gjë, po. Gjëja. Interesante. Thjesht stërvitje bodybuildingu, ashtu siç cilësohet, vetëm do i quaja stërvitje bodybuildingu se ke parasysh je duke trajnuar muskujt të funditës. Po. Si një atlet, edhe ai për shembull dikush që do bëj sprintin, do e bëj squatin disa herë. E ke parasysh? Po në mos tek squatin fare thjesht për të forcuar quadricepsin, biolafin. Janë domosdoshëm e di. Kene i kështu figurë që pa di unë është e besueshëm për ty? Që ndjek. Botën e fitnessit? Po, botën e fitnessit për shembull, kush ka qenë që ka pas ndikim? Që ka patur shumë ndikim. Ka qenë njëri Erik Bugenhagen. Kam dëgjuar. E ke parasysh? Po është kur nisa që stërvitesha, që isha dhe ca më i vogël, edhe mora me shumë pasion, edhe ai thjesht këtë kishte si motiv tërkohën, vinte peshat të rënda, 300 kg deadliftin, 200 benchin, duke bërtitur tërkohën, duke dëgjuar death metal, e ke parasysh? Edhe më të rroqi shumë. Ja, super. Ai ka patur ndikimin më të madh. Por tani po science based ka kështu që ndjekët. Science based. Nuk jam futur shumë sferës, po tani për momentin që e gjeta vetëm ta citoj shpesh ai TNF-i. Okej. Ka kështu të bukura, ai Kinani më pëlqen. Në të vërtetë stërvitja nuk është aq e komplikuar, aq e komplikuar sa duhet të paraqitet, po qef është të futesh pak te ato mekanizmat e vogla që ta studiosh, ta bësh më të veçantë, sa thjesht të thuash, okay. Ti normalisht studion edhe për mjekësi prandaj, kështu që edhe ndaj fillon edhe më të rresh më tepër. Ndaj ka filluar të më pëlqejë më tepër edhe kjo science based. Se filloj mësoj, okay, domethënë ky muskull ka fibrat në këtë drejtim, ku do cili ushtrim të trajnoj më mirë, çfarë funksionesh primare ka. E kuptoj. Ideja është edhe unë jam për science based, po problemi është domethënë që kur shkon në një ekstrem të gjës, pastaj domethënë është që do të reklamosh diçka që masat e tjera nuk e dim, po bën që të shesësh programin ose që të që të shesësh diçka. Sepse normalisht tek e fundit edhe bodybuilderi ashtu stërvitet science based, po thjesht ai nuk e artikulon atë lloj mënyre domethënë. Po që të dalë të gjithëve i duhet, po thjesht gjëja të shohet në ekstrem, saqë gjëja më e keqe që mendoj unë për shembull është që personat e rinj, ku bëhet fjalë të science based, marrin këshillat mbase që ose mos sa kopjojnë këshillat e i personi që është shumë profesional, që i kopjon detaj, në sensin për shembull, nuk kam, këtë muskulin këtu duhet bëj këtë ushtrimin se ky kap fibrat më të mirë. Ndërkohë që ti nuk ke fare atë muskulin, ose nuk kam të majën këtu të tricepsit të gjëra të, dhe kjo gjëja nuk pëlqen domethënë sepse merret kjo gjëja ekstreme science based që të bëjmë të ushtrimin se shumë optimal për të kapë të muskulin, ndërkohë që ti s'ke. Përfundojnë skilipet fare. Po, kjo është gjëja që
nuk më pëlqen. Do shtë me këta? Shumë super po. Provoj mbaj pas këmbës, se mos jem stabil, ose kam që bëj po. Nuk është se rrofë që ma thesha. Nuk është se bura refa, dikon dhe ja. Maksimumi besoj edhe në 5 ose 10 kg maksimumi më të shtet. Do këshilloja që praktikoj dhe vetë është mos u përpiq shumë të ruash stabilitetin te ky ushtrim. Okej. Thjesht të vjedh sa më shumë në njerë, edhe ajo s'është këshillë e mirë. Them, për shembull, nëse jetë pjesa e fundit fare e përsëritjes, që jetë plotësisht i drejtuar. Okej. Mendimi im është që nuk është problem të japësh pak kolp, ke parasysh pak shtys, pak momentum, sepse pjesa më e rëndë e këtij ushtrimi është pjesa e lartë, që jetë tek 90 gradë dhe sipër mjekrës. Që e shortën. Po, nëse synon atë, atëherë aty e merr benefitin më të madh. Okej. Thjesht fiksimi. Forma ishte fantastike. Po, nuk kam nevojë që ti tash. Okej. Për shembull, ato ushtrimet që janë kështu unconventional, e ke parasysh. Shikon ti Rokin për shembull. E shikon Rokin, te Roki 4. Ke parasysh ajo skena e Dragos, që është ai optimali me gjithë shkencën. Po, dhe Roki që stërvitet në fermë me trungje, me Siberi, e ke parasysh se këtë e kanë përdorur edhe vetë si analogji. Edhe shikojmë që Roki fiton kështu nga ajo Indomitable Human Spirit, tjetër muhabet. Por që në atë kontekst kishte Dragon që kishte atë makinerinë e muskujve të barkut që ishte fiks vetëm për obliget optimale po sa në vetëm. Perfekte, me stabilitet maksimale dhe kishte pastaj Roki që po bënte Dragon Flags atë ajo tavolina. Rregull, është edhe çik plot armory normalisht duhet fitonte Roki, po e kuptoj që do të tush për këto gjëra domethënë. E bën një çik më epike, po them që nuk duaj që vetë t'ja heq fare atë meritën këtyre llojeve të ushtrimeve. Që mund të gjesh një ushtrim të mirë që është stabil edhe për të pasur muskull barku sa më të fuqishëm, ku diun, je notar ti të forcosh shumë transvers abdominit. Mendoj që ai që do të thush ka të bëjë përgjigjesh kontekstuale, domethënë që varet edhe për çfarë stërvitesh, sepse normalisht për shkakun nëse synimi jot është hipertrofia, atëherë shumica e ushtrimeve që do përzjedhësh mendoj që janë më tepër makineri, sepse dihet që ke më tepër stabilitet e këto gjëra, sepse do ndikosh më. Nëse je atlet për sa që diun si shteti notar ose ke një sport specifik që duhet trajnohesh për atë lloj lëvizje, të duhet ky grup mund, atëherë do bësh edhe gjëra jo konvencionale siç the ti. Kështu që gjithmonë përgjigjja mendoj është kontekstuale. Për çfarë sporti ke ti e këto gjëra, pra nuk mund të thuash që squati është për shembull edhe mbreti ushtrimeve këto gjëra kështu, sepse me fjalë okay, mund të jetë përgjithësi, po që ku vjen puna për hipertrofi, unë do preferoj më tepër që të bëja hack squat se sa të bëja squat me shtangë clear ton. Po patjetër. Të lloj gjë. Nice. Mbellej çik. Sa herë pa. Nope. S'ka gjë. E që më të gjashëm. Bëjmë një set tjetër. Unë them do kap 6, të lë dhe çik në rezervë, ndoshta 1 besoj mund të lë maksimum. Kam filluar të besoj shumë këtë që më pak është më shumë dhe kur i vjen puna te stërvitja. Do thoja edhe unë kam filluar ta besoj se këto muajt e fundit thoj se e kam varë çik stërvitjes, në sensin që nuk është se e kam, domethënë gjërat i kam shënuar, po i kam lënë çik më tepër lirshmëri vetes që të shijoj edhe gjërat që t'jep vera se po patjetër. Filloj që kur mund të çakërduar ai gjumit nga vapa, edhe çuhet rrugë jam më mirë. Dhe kam marrë komplimente që thonë ke bërë progres, ndërkohë që në mendjen time unë nuk është se kam përparur, kam marrë njëtat pesha sepse nuk më lë vapa realisht. Dhe kam bërë më pak. Po mbase rikuperimi ka qenë dhe më i mirë, do thoya ca gjëra sepse atëherë për shembull mirë keq, do të çohesha në orën 5, kisha fjet mirë, s'kisha fjet mirë. Do ikën stërvitin. Ndërsa kësaj herë për shembull ka raste që të çohem 5, ka edhe çik më tepër, çohem pse ikin 7, dhe që nëse edhe punën nuk është se kam pas shumë.
ngarkesë edhe ka mundësi që të fle. Edhe nëse kjo ka ndikuar, do të thënë që kam dhënë më tepër përveçsi rikuperimit, edhe kam bërë më pak. Por që kam marrë thuajse të njëjtat rezultate, do thoya. Por edhe gjumi tani është pak dhe e vështirë që të fokusosh te ajo si gjëja primare se don 8 orë, 7 ose 8 orë cilësore, shumë e vështirë t'i kapësh. Mirë që është vera, mirë që disa prej nesh janë edhe në punë, mirë që tani është dhe verë do dalësh të kënaqesh, do dalësh në darkë, nuk do rish në shtëpi. Do pish në një gjë, edhe të prishit çik gjumin, sërse mund të bazohesh aty se gjumi do. Ja, normalisht domethënë do marrësh mesatarin javë, do marrësh mesatarin e komplet mujt e këto gjëra kështu. Ti je shumë mat? Domethënë kryesisht po. Zakonisht e masja me javën, po dhe gjatë mujt sa kam përparuar, sepse ka raste edhe që edhe java ime ka qenë mut. Po, muj përsa ka qenë i mirë. Do të shikosh gjë në njërë në nivel makro, jo mikro. Luftohet sa më shumë në pjesën tjetër. Se mund ta lësh. Të çova dot. Sipër. Besoj ke parasysh atë muscle-mind connection, që thonë që mendja është shumë e rëndësishme për stërvitjen, për hipertrofinë, për rritjen e forcës. Vërtet është shumë e rëndësishme, po jo besoj në kontekstin e të ndjerit, domethënë të ndjesh muskulin kur e bën ushtrimin, sepse Më fal, ti e kape kështu se s'po të unë e kapa këtu. Po ku duash ti? Se unë aty ndihem rehat. Mund ta ndroj dhe gjatë setit. Edhe është kjo puna që janë fiksuar njerëzit që studiojnë fitness dhe janë të apasionuar që pjesa e mendjes qëndron vetëm tek mind-muscle connection. Nëse ndjen muskulin, do kesh më tepër hipertrofi. Ajo vërtet mund të ketë një efekt, ku diun, 0.1%, 0.5%, po që aq në atë pikë është fare i parëndësishëm dhe nuk ka për të dalluar kur as për 10 vite. Po puna që vërtet mendoj unë që ndikon mendja tek stërvitja është në ato gjërat e thjeshta që përpiqesh ti bësh ta përgatitësh sistemin nervor qendror për të rekrutuar çdo fibër muskulare gjatë ushtrimit. Dhe për shembull po e bëja në fillim nxemin thjesht me këtë boshën, sa për ta ndjerë ushtrimin, për të qenë i përgatitur, okay, kjo do jetë i përgatitur më e lehtë. Neurologjikisht i thotë, kalkulin neurologjik. Po. Zakonisht nuk e di për peshngritësit olimpik, për powerlifterat në programet e tyre e vëre që njërë në javë ose njërë në 2 javë, qofshin edhe të avancuar një ditë e kanë të rezervuar vetëm për teknikën. Me një pesh 70 ose 60% që i përsëritjes tyre maksimale dhe të që fokusohen teknikës. Është edhe pjesa e vizualizimit që shikon e optimizoj teknikën, por dhe ndihem më i fortë te ky pozicion. Dhe fillon trajnori sa më shumë tek ai pozicion edhe kjo pjesa e ka të bëjë goxha mendoj tek pjesa jo e vizualizimit, po tek teknika, sepse në rreth parë po që se ke vënë re që supozojmë ti je i fortë në shtytje, po them bench press, po nëse të fus në një makineri benchi, nuk do japësh njëjtën gjë, domethënë sepse mund të jesh i fortë, supozojmë që është 100 kg. Atje, po problemi është që nuk është bërë adaptimin neurologjik i asaj. Pra nuk e ke mësuar atë paternin pak a shumë të gjëje. Edhe për shembull, një person ose rasti konkret fare, ke vënë re domethënë kur futet një fillestar që bën bench, i ikin këto kështu domethënë, po një krah më lart të gjë, sepse një herë truri mëson si të bëj lëvizjen. Po sa ku adoptohet lëvizja, kemi edhe atë pjesën e forcës. Pra është kryesore me thënë që me vërtet mund të jesh i fortë. E zëmë ku ta di unë bën shumë pompa, bën me vërtet ku ta di unë pompa me 20 kg me çantë si vërtet gjë. Po kur vjen puna te benchi, nga që nuk e ka bërë, nuk ka stabilitetin, ndodha e gjë. Kundër kësaj se pikërisht për kësaj gjëje që the ti që kur vjen fillestari të bëj ushtrimin, për shembull benchin, një herë krahu i djathtë ikën lart, një herë porse nuk ka stabilitet, nuk është mësuar me ushtrimin, nuk ka adaptim neurologjik dhe gjithë këto, po adaptimi neurologjik vërtet mund të arrijë vetëm nëse përdor një peshë që vërtet e sfidon. Duke punuar thjesht me teknikën, me 20 kg, qoftë ai e mishtëron teknikën me bosht. Prapë nëse ti i vendos 220 anash, ai edhe nëse e ka forcën nuk e bën dot me atë teknikë që ka mësuar. Nëse teknika e keqe, po, jam dakord për atë, po nuk e mëson dot teknikën, duhet të them që nuk e mëson dot teknikën për peshën e rëndë. Domethënë ai mund të di që duhet të angazhosh glute, duhet i kesh të tërhequra pas këto skapulat, e ke parasysh mund të di çfarë ta praktikoj në mjeshtëri. Siç e ka mësuar trajneri, po në momentin që ai do të bëjë një peshë të rëndë, për të relativisht të rëndë për të, ai nuk e gjen dot veten përgatitur. Dhe mendoj mënyra më e mirë për të përballuar kësaj është që edhe fillestarët ta kenë një përvojë me peshën e rëndë.
ajo do vi, mendoj unë që jam dakord, deri te pjesa e ashtu, po strukturuar, do me duhet thënë që mirë që qëndroje sigurt. të zotërohet mirë teknika, që ta ketë stabilitetin për saj të futet pesha. Po, patjetër. Effort më tërë, nëse është një ushtrim me peshë trupi. Jam dakord me gjysmën e dytë që the, me përpjekjen ashtu, po me pjesën e parë nuk bi shumë dakord sepse them domethënë që në radhë parë teknika duhet të jetë të zotëruar, ta zotërosh siç duhet dhe pastaj të japësh përpjekjen më të madhe me atë teknikë që ke. Pra me atë për mendimin tim është që normalisht ekuj tek jo, po flas nëse këtu te makineria për shembull jam i asaj që përsëritja jote e fundit duhet si përsëritja jote e parë, domethënë që ta quaj që e ke përparuar për pjesën kështu. Tani normalisht domethënë ka raste që okay, mund vjedhësh çik me amplitudën e këto gjëra kështu, po te pjesa e adaptimit mendoj që adaptimi më i mirë ndodh kur ke përpjekje, po dhe teknika nuk prishet. Nga janë thënë që okay, përpjekja dhe çike go lifting, mendoj që mjafton përpjekja me teknikë standardizuar. Është nevojshme, po e perifrazoj pak, jo se jam pro egoliftit, jam kundër egoliftit sepse di që çfarë riskesh mund të pozoj edhe fakti që kur e nisa të bëja stërvitjen tamam të thuash, pash që ai progresi që kisha bërë me egolift, automatikisht në ushtrim bini 20 kg. Se ishte egolift dhe ke parasysh. Doja të thoja që jo vetëm tek ushtrimet e palestrës, për shembull tek çdo ushtrim tjetër, domethënë të mësosh një personi që të bëj sprintin. Le të themi. S'kam përshtypjen se do ja mësosh më mirë duke i thënë, ok, këtë startin nise duke bërë sprint, po jo duke i dhënë aq shumë sa mundesh. Do më nisi çik shkele shko, sa për të mësuar teknikën. Shkurtimisht, njeriu mund të arrijë trupi njeriut mekanikisht, sipas mendimit tim dhe përvojës time personale, dhe me çfarë kam parë, teknikën më të mirë tek një ushtrim mund të realizoj duke patur sa më shumë output ai ushtrim. Le të themi e ke maksim 100, stërvitesh me 50. Me 50 e ke qartë formën, e ke perfekt. Momentin që ti arrin te 75-sha, 80-sha, shikon që atë formën që kishe te 50-sha nuk e ke më, sepse nuk je forcuar mjaftueshëm ta kesh atë lloj stabiliteti. Por nëse ti e trajnon këtë teknikën me 85 kg dhe bën vetëm një përsëritje ose dy përsëritje sepse me 100 maks aq mund të bësh, ti jesh për shembull 2 reps në rezerv. E trajton me këtë peshë të lartë teknikën, atëherë do arrish në një pikë që ti e zotron shumë më mirë. Dhe te 100-sha mund të përdorësh vërtet formën e njëjtë, teknikën e njëjtë, teknikën e saktë. Këtë doja të thoja që adaptimi neurologjik vjen më shpejt kur është intensiteti më i lartë, më shpejt dhe më mirë. Këtu doja të qëndroja. Edhe unë nuk e shpjegova shumë mirë atë që doja të thoja, se mund ta përmbledhja fare mirë me dy fjali. Shiko, ta them unë se normalisht domethënë nuk e ke ti të qartë në kokën tënde. Më e di si koncept, po në momentin kur fillon ta shpjegosh, nuk ashtu. Nuk jam ulur ndonjëherë që ta them pse mendoj kështu, thjesht, okay, kjo më bën logjik. Po. Ulu, shikoje, shkruaje, edhe shiko ku e ke boshllëkun. Kjo është puna. Nice. Super fine. Gjëra mirë peshë. Set fantastik për. Për karrierën bodybuilding, çfarë planesh ke? Apo thjesht garove një herë sa për ta provuar veten? Ashtu e nisa ta mendoja, domethënë thjesht ta bëj një garë, sepse kam kohë që stërvitem, besoj kam një bazë të mirë, disa njohuri kam, thjesht ti shfrytëzoj për diçka. Ajo është ideja me cilën e nisa garën, do lej kënaqur, po nuk ma do mendja se të bëj seri diçka të tillë. Ishte shumë e vështirë mbi trupin. Mbi hormonet, me gjithçka, do më ishte tërkohë me mjegull në kokë, me gjumë të prishur, nuk ishte ta ka të bëja asgjë tjetër përveç se ta kryeja atë garë të mbaroje punën të kthesh në normalitetin. Ose ishte edhe faza që vetëm si po prisja që të vinte ai fundi dhe nisa një 2 javë rresht të haja pa fund. Çfarë dile përpara, çfarë kishe qejf që të kishe marrë malli? Ëmbëlsirat. Ftesë para. Sheqeri, Për sheqerin po, kam shumë pikë të dobët. Çfarë more, se jam kurioz se ne, domethënë takova backstage të ike atë ditën mas shupës ai ku ule që çfarë ngre. Vakti parë mas gare. Pas gare ika, shiko, mora një 3 molto në fillim, që ika direkt me vrap. Së dole nga sala, më zjati mami një molto, direkt e mora atë, falufita, mora dhe 2 tjera pastaj. Iku babi pastaj tek një market, më bleu një kështu, një pako me Kinder, me bombona Kinder.
Mbarova të gjitha. Pastaj më thanë mos ha shumë, me zor poria, okay, sa të arrim Tiranë, s'po ha më mirë në rregull. Arritëm Tiranë, i ka te Hepsi. U kënaqja aty, pastaj i gati te Postëriana e Feli, mora aty të ëmbla tjerë smëri. Kisha ditën e një shoku madje, po, kisha ditën e një shoku, na kishte lutur një zgar porçare. Po në një ditë. Po më qoftë aty, një aty birra. Në një ditë, po. Holy shit. Po themi ishte kështu, kishte një vrim të zezë në stomak që nuk ngopej dot. Vetëm thithte. Ishte goxha bukur ta shikoj veten në atë fat. E marr. Jo më. Njëri ishte. Super, jep. Jepi. Super. Ne kryvëm punë këtove. Dipsa? Halo. Mendoja sot ta kisha vetëm pull. Vetëm pull, okay. Sa për të mbledhur veten. Ne ke gjetur kënd shumë. Vetëm s'është kjo fiks, do të ishte çik më tuti, ja. Që të bindet pak në diagonal këndi i peshës. Mund ta shtym. Ose mbledi çik brylat unë të fiksesh. Kjo muzikë gjatë stërvitjes dëgjon? Të pëlqojnë. Ishte. Me që më fitë vërtirë. Nuk e shoh, po. Kur gjëja kryesisht Gjanë parë. atë kam zhanër preferuar. Qa bande? Banda kryesisht nu metal ose alternative metal ose alternative rock për shembull. System of a Down ose kurti. Më tepër se ishin lirikal, më pëlqen tekst kur është mirë. Po edhe zhanra të tjera, domethënë nuk po them se po përjashtë kështu, po them metal përgjithësi edhe bandat kryesisht ka qenë për shembull Avenged Sevenfold, ka qenë Slipknot, ka qenë kush tjetër, Disturbed, Limp Bizkit, Linkin Park, më the thashë tjerë. Bullet for my Valentine, 3 Days Grace. Kështu. Ti? Atë Avenged Sevenfold nuk e kam qef fare, për abi, System of a Down e kam shumë qef. Vllai mesëm gjon tek kështu metal të gjerë, prandaj kam ndikim nga ajo, edhe ka qenë një këngë që më ishte fiksuar në kokë e System of a Down, që ishte Lonely Day. Lonely Day. Sepse më pëlqen shumë domethënë kitara aty këtë gjë që nëse. Edhe e bukur është domethënë që e kisha të shkruar në kokë, po nuk e dija si këngë ku ishte. Kur ishin ato videot mia të parë që sa kisha mësuar internetin, YouTube-is kisha rekomendet kështu domethënë. Qëllon që has System of a Down, pa i kisha bërë një video kështu tutoriali me chop suey e System of a Down. Edhe më pëlqeu si këngë, e bukur kjo këngë, chop suey. Mirë më çan do. Tu pa një tutorial, po sa e thash, ta shoh një këtë bandën kush që ka kështu edhe System of a Down, gjoja fikse vetë, ose isha atëherë System of a Down. E çan do. Qelloj që më vjen Lonely Day. E shtypa dhe thash më direkt më çovi. Fëmijërin tash. Kjo kënga. Edhe aty pastaj ishte si tem që u familiarizova me ata. Edhe pastaj kjo më bëri që të eksploroj në të tjerë metalit. Linkin Park, kush më ditë atëherë. Po ti ka ke pas ndikim për këtë pjesën, se brezi jot s'para gjën. Jepi. Duhe vozitëm në internet. Rasist? Paga shumë. S'më kujtet fare fik zanafilla e përqyeshmërisë time ndaj metalit, si zhanër, po unë fillim nisa dëgjoja këto death metal. Dhe me që në klasë të 9, ishtë një band që kam preferuar, ka qenë ajo After the Burial. Nuk e dija ke parasysh? Ja. Ato riffsat e gitarës shumë fiksues. Riffsat e gitarës të death metal dhe të black metal dhe këto më pëlqejnë qaqa. Vokalet tani po të mi vendosësh të dëgjoj nuk i duroj dot për shembull. Po gjën. Më pëlqen. Thjesht pjesa instrumentale. Thjesht pjesa instrumentale. Edhe atëherë dhe i toleroja vokalet tani fare, s'mundem dot. Me ato nisën në fillim, pastaj sa më shumë që u rrita pas klasës së 9, fillova të bësha sa më i lehtë tek metali, gjësa vetë tek rocku klasik që tani dëgjoj për shkak. Tani po dëgjoj vetëm Dire Straits, e ke parasysh. Domthon
qa fall-offi, nga dush me tajt, po t'i gjonë Po, jam të s'është rock. fall-off, është evolim pastaj. Është volime. Njëtën peshave. Thash të rrisin 5 kilsh. Okej, shtaj. Larg. Хорош. Jepi. Super fare. Okej. Po mendoj fillim thjesht një curl të thjesht. Okej. Me Këtu cable. ndihet pumpi fantastik. Dakor, e bëj. Edhe atë të për brachialisin specifike në reverse curling me Dakor, super. kaf. Nice. Thank you. Po bicepsin kështu e alternon për shembull, një që i ke supet në ekstension dhe një që i ke supet në fleksion apo kryesisht vetëm një. Me thënë kjo Po. ose preacher dhe një që i ke, ma di, supet anash mbështetesh. Nuk është si aq. Ja. Alternoj shumë me ushtrimet e bicepsit, por jo duke e menduar në këtë lloj mënyre. Për shembull, një 2 javë mund të bëj një cikël me preacher, 2 javë tjera mund të bëj thjesht me hammer curls, 2 javë tjera thjesht. Kuptoj. Jo se ke brenda një jave larmishmëri të ndryshme. Ja, vërtet ide e mirë kjo. Ja, kështu e bëj unë, po, thjesht pyeta. Jepi. Kaft the kështu e bëj. Okej. Në garë, në përgatitje të garës, tentova të bëja një eksperiment fiziologjik Të tipit? i trupit tim, duke e ke parasysh atë idenë që kur njeriu nis të bëj ushtrime të reja, zakonisht ka progres më të shpejt se te ushtrimet që ka për tërkohën, dhe ndaj Po. dhe një rekomandohet për shmangjen e platos ose për progres më të shpejt ndrohet rrjedha e ushtrimeve. Por që në vetë këtë lloj gjëje, se unë s'do quaja progres të vërtet është thjesht zbrazje psikologjike nga janë, sepse ajo që diskutuam në fillim është edhe që trupi do të adoptohet edhe një herë prapë. E për ne të duket sikur po bën progres, sepse ato të ditët e para, javët e para, mundson një lëvizje. Pastaj do kapësh platohet tek ajo. Po që është gjë e mirë psikologjikisht, më thënë, se di që t'jep atë lirshmërinë që po bëj progres. Unë mendoj në fakt se ekziston dhe benefiti i hipertrofisë aty dhe ose dhe i rritjes në forcë. Në sigurisht për sa që ka rezistencë, Dhe ndaj- po. Në kuptimin edhe shiko, ti mund ta kesh për shembull rastim konkret. Unë mund ta kem tricepsin të fortë në ekstension. Po. Në ekstension në këtë pozicion kur arri unë që të bëj skull crushers jam jashtëzakonisht i dobët Po. me tricepsi. Dhe kam vënë që kur e forcova aty skull crushersin, që kisha dhe një problem tendiniti që më shfaqi gjithmonë kur e bëja atë si ushtrim, pash që edhe po dukej më mirë bicepsi edhe pse kjo nuk mund të jetë një matje konkrete sepse ke marrë në mundësi Po, vetëm s'është se ke parë. bërë Dexa scanning këtë gjëra që Po, vetëm. pikërisht. Por, është një indikator pakës i besueshëm, që thash, vërtet po më duket më mirë tani që kam nisur ta bëjmë shumë më tepër si ushtrim, sepse më përpara se bëja hiç, por dhe që kam parë rritje të forcës në çdo ushtrim tjetër që ka të bëjë me tricepsin. Në çdo shtytje supi, shtytje gjoksi ose edhe në ekstension, pa e stërvitur vetë direkt ekstensionin. Edhe mendova këtë gjë. Dhe përpoqja të ndërlidhja me faktin që seri që bëja një blok të ri kati në
në përgatitje, si ti s'e di, unë e nisa goxha vonë atë përgatitje dhe isha detyruar që ta bëja një prerje ekstreme për të arritur aty ku doja të arrija. Dhe thash që çdo herë që krijoja një blok të vogël, që për shembull shkoja nga 1700 tek 1500 kalori, që ishte bloku i parafundit, pastaj i fundit ishte nga 1500 deri 1350, diçka e tillë. Kur bëra këto ndryshova dhe seleksionimin e ushtrimeve, dhe duke logjikuar që trupi im është në një farë të madhe stresi, sepse njëkohësisht po ikim në shkollë, jam në lëvizje, duhet të bëj 20.000 hapa me patjetër, jam edhe në një këtë deficitin kaq të ulët kalorive, që isha i sigurt që isha aq, edhe jam në një stres aq të paparës, edhe trupi im, as stërvitje nuk e toleron dot. Thash nëse unë ndryshoj seleksionimin e ushqimeve dhe bëj disa ushqime që unë e di që jam shumë i keq te ato, e di që mund të përmirësojmë ato. Vetë rris një farë forcë, të rris një farë hipertrofie. Tani unë nuk e di sa ka qenë progresi i kësaj, po besoj se më shërbeu mirë si procedurë. Si isha i bindur nëse vazhdoja për një periudhë të gjatë me ushtrimet e njëjta, kur bëra fazën e fundit të rënies nga pesha, nuk do kisha më progres. Deri kur isha 1500 kalori, për habi vazhdova të rija ose në rritje të forcës te ushtrimet e njëjta ose stagnant. Por thash që nëse ulja atë 150 kalorive të tjera, s'do mund ta bëja dot, sepse edhe po e ndjeja trupin që s'po toleronte më së miri. Dhe thash të bëja këtë ndryshimin e selektsionimit dhe mirë që psikologjikisht unë ndjeva më mirë se thash, po progresoj vazhdimisht dhe ke parasysh. Por besoj që edhe mund të ketë dikuar disi, të më ketë ndihmuar. Mendoj ka qenë tepër psikologjikisht, po të them të drejtën, për sa kohë që ka pas tension, rezistencë, atëherë po nuk është se ka rënë, po jam edhe unë deri ligu avokati kësaj, që ndonjëherë domethënë kur ke ngecur te një ushtrim, të zgjedhësh një ushtrim që është i përngjashëm si pattern, do të duket sikur po progreson sepse nuk e ke bërë atë. Po. Do zakonisht ajo rrezitet edhe platove, kur po, ndron çika atë, pastaj vjen prapë dhe thua wow, thjesht sepse më al, po vjen prapë. Është gjëja vetë që praktikova kur bëja street lifting, sepse unë nuk ekzistonte shumë literaturë për këto ushtrime ose programe trajnimi. Kjo përveç përveç një 2 personave që ishin të mirë në sport. Dhe zakonisht mësoja për herë nga ata që bënin powerlifting, se zakonisht formati ishte i njëjtë, se ndryshonte rrjedha e ushtrimit. Dhe shikoj që tek programet e tyre ishte për një pjesë alternimit të ushtrimeve aksesore, që ata i bënin për të përmirësuar ushtrimin primar. Për shembull benchin, le të themi që bën single arm tricep extension tek tricepsi i dobët. Këto ushtrimet aksesore alternonin për herë çdo 2 muaj. Dhe çdo 6 muaj kur planifikohej që arrijej një plato, sipas këtyre programeve të thjeshta që mund t'i gjejë lehtë në internet, e ke parasysh. Intermediate, sa herë që 6 muaj planifikohej një plato, bëj një ndrim i ushtrimeve aksesore, por dhe i benchit vetë për një periudhë 1 mujore. Për shembull, nuk bëj më bench të thjesht, por bëj pause bench. Dhe besoj se kjo nuk është vetëm ajo arsyetimi, sado që është psikologjikisht shumë i vërtet, nuk është vetëm kjo, sepse ata po synin të kapin një kënd tjetër tek aty ushtrimi. Për shembull, ka parë trajneri që ai person tek benchi, pjesën e tij më dobët e ka këtu. Edhe këtu kupton që nuk ka problem me tricepsin, sepse lokautin mund ta bësh. Por e ke problemin këtu, e ke fikse gjoksi, atëherë le të bëjmë sa pause bench. Nuk është më nevoja që të bësh ato me bllokun që ul pak sa për të forcuar tricepsin. Okej, të rast ka kuptim. Në këtë sens e mendoja, po duke ditur që duke lidhur dhe me idenë që nëse u forcosh tek një ushtrim tip son hipertrofi, rrjedhimisht zora këtë hipotezën time që e përdor e pakës. Të pas kanë dhënë çik më të rëndë se ç'tuaj. Nga tërë ideja për të bërë kështu content për palestër. Content. Për YouTube-in e ke fjalën apo përgjithësi? Për YouTube-in. YouTube-in e kam pas gjithmonë qef te pjesa e rrjeteve sociale ose çfarë mund të quash, domethënë gjithmonë ashtu e kam pas atë qefin që të postoj në YouTube. Diku kur di unë ishte koha e Vine-save, atë ose diçka të ngjashme, ai brezi i Vine-sit jam. Po pastaj, se unë s'kam pas ndonjëherë Instagram edhe këto gjëra të kështu. Thash hap një Instagram e provoj këto gjëra të kështu dhe normalisht nuk është se meci shumë masë mënyra se si flisja unë ose si trajtoja gjërat. Po YouTube-in domethënë nuk e shifja si kështu, se shikohesh video, se nuk shikohesh ti e kisha qef YouTube-in. Doja YouTube. Edhe thash mas operimit, thash, por pse mos ta provoj domethënë ta dokumentoj dhe unë si sem kolegu që gjithë stërvitjen time nga janari deri në dhjetor domethënë dhe kështu e nisa atë pjesën e YouTube-it. Tani që po e vazhdoj kështu, thash rob më pan 153 herë, të paktën çaj një fund nga rrethi im, pse mos bëj stërvitje me ata. Diçka ndryshe domethënë. Tip dokumentim tjetës të tjerëve stërvitjes gëshëtuar me timen. Po, përveç kësaj tash edhe se kam qef për shembull kamerën, kinematografin, fotografin i kam pasur qef kur jam qenë i vogël. Edhe nga janë edhe praktikoj edhe në YouTube.
të dy. Edhe kënaqesh, e Po, ke si edhe këtë gjëra si kështu. hobi. Pastaj fitnessi në qenë se ishe një ndër pasionet e mia, sepse normalisht nuk është se mund të flisja për diçka tjetër, po së fundi nga që kam filluar të lexoj edhe për psikologjinë edhe gjërat e tjera, kam qejf që t'i gërshitoj këto që për shembull si lidhet psikologjia me fitnessin e tjerë. Deri diku të bëhem, po them, meta-ekspert te kjo pjesë. Do të thënë meta-ekspert janë këta që kanë njohuri në disa fusha, arrin që t'i gërshetojnë për shembull. Po diun pse filani beson këtë lloj gjëje në fitness, pse ku diun dolën këto dogmat e tjera, pra kësaj janë futur së fundi që po lexoj. Edhe është një gjë e bukur për shembull që ku po lexoj aq parë, është pse njerëzit preferojnë më tepër për shembull që duke qenë se është ekonomia e informacionit, ose ekonomia e vëmendjes edhe informacioni me bollëk, është fakti që pse Europë preferojnë për shembull diçka që është shumë e shtremëruar, shumë e pavërtetë, domethënë, është se në radhë parë në një garë sprinti, qofse merr të vërtetën, edhe një që thotë ku a di unë 8/12 për masë ose diçka, se s'po vjen diçka tani që jepet. Është gjë asimetrike sepse njëri po garon pa doping, tjetri po garon me doping, domethënë. Dhe dihet që Europë do shikojnë gjithmonë atë që gënjen, domethënë. Edhe ajo ngjall polemika, komente, do shpërndahet më tepër, pa çka se mesazhi mund të jetë i gabuar. Edhe këtë kam qejf që po studioj së fundi, domethënë, edhe kam filluar që të shkruaj diçka rreth saj. Mendoj që ndihmon të tjerët, se ta kesh vënë re, dhe doja, domethënë, ideja ashtu. Qofse do filloj të bëja prapë përmbajtje, ku di unë tensionin mekanik, kjo gjë këtu këndi kështu nuk është e intereson njerëzve, sepse tek e fundi më thënë mjafton të futet ta shohë si ta bëjmë skuadrin më mirë, si ta bëjmë të ushtrim më mirë, nuk ka. Po pak veta për shembull shpjegojnë në shqip ose edhe në anglisht gjën çfarë bën ty vërtet të ndryshosh, domethënë. Ton, kush është ai forca shtytse, sjellja që të ndryshoj ty, që të vazhdon këtë gjë kam qejf që të studioj domethënë tani te pjesa kështu, zakonet, shprehit, për shembull një libër që po lexoj së fundi është Psycho-Cybernetics i Dr. Maxwell, se di si ta shqiptojtë. Edhe është gjë interesante sepse ishte kirurg plastik edhe vazhdoi psikologjinë sepse ç'a ndodhte, bënte për shembull operimet e personave që kishin për shembull deformime fytyrë e tjerë, i bënte objektivisht pashëm, edhe personi prap e ndjente veten sikur ishte i shëmtuar, domethënë, dhe duhej një farë kohe që ta merrte veten që ky është personi i ri, identiteti i ri, domethënë. Edhe këtë lloj gjëje kam qejf që ta shoh për shembull një person ku fillon që bën stërvitjen, kur i kthehet në identitet ajo gjë që nuk vjen më me disiplinë, që ku ndodh ai switch se në fillimet e para ti për shembull vjen sa ku a di unë Winter Arku, baklavaja e 1 janarit, edhe çai bën njerëzit për sa që të qëndrojnë domethënë. Edhe kryesisht mendoja që kur kthehet në objektiv jete, jo kur është më objektiv do të heq kilet e baklavas ose Winter Arku, po Arku marron këtë gjë çon. Këtë më jam futur së fundi. Tyn. Se tek e fundit çfarë mendoj unë është e ke parë piramidën e ai thot Fat Loss Pyramid, domethënë, dhe e ka ndërtuar për shkak që rreth parë është sjellja dhe zakonet, domethënë, që ke ti. Pastaj është deficiti kalorik, pastaj është të ushtruarit, monitorimi vetes, përzgjedhja e ushtrimeve dhe në fund fare më duket të vinë proteina dhe fibra dhe suplementet. Pra, ma e piramide është në suplementet, që shumica fillon gjithmonë nga suplementet, që thotë çfarë proteinet marr për të shnoshur ose për ashu, ose ku di unë sa proteinë duhet marr, po shikon gjithmonë piramidën. Gjë e rëndësishme është gjithmonë nga poshtë, domethënë, sjelljet e zakonit që ke ti. Edhe është e rëndësishme domethënë që ti dish të gjërat, sepse nuk mund të ndryshosh ose të rresh të varë sjelljet e zakonet e tua të vjetra, çfarë thotë që nëse ti je një person që ndihesh që del për natë vonë, pi, nuk flet gjumë, domethënë, dhe të nesërmen vjen këtu dhe bën foto i kanë palestër, trupin ose peshorja nuk lëviz sepse trupin nuk ta ndërton domethënë ky një orarshi që bëri ti storin palestër. Ta ndërton ajo 24 orëshi që ti nuk vjen këtu. Zakonet. Pra ajo është gjë më e rëndësishme dhe për na pëlqen që ti futem kësaj gjëra shumë. Çfarë bën ti për ditëshmëri përveç palestrës. Kështu sa i bëri krahasim me marrë. S'keni parë të kesë, për shumë që ose bëja të kështu, si ti, të këtu se kam, e kam longën, sa ti e ke. Të patën po më duke? Po, ty të duke nësë të mua shika, se kam, duke. E mos me dhe barku ti ke ma në simetri. Po. Mendoj që supin mrapa ta kisha qikë më mrapa, me më të mathi. Supin mrapa? Po, mrapa, se shikot, po ta në shumë?
Po. Nuk e di shumë. Nëse unë kam një çik masë gjenetike si më nëse kështu. Sa tricepsin e ke flak fare. Ja, supin përgjithsisht nuk e kam aq pikë të forcë, po ta shikosh edhe në mesit. Ajo po, shiko, po rri kështu drejt, do të thënë, ajo është që t'jep atë pjesën që nuk të duket shumë. Po, më duket pak të rëndë. Po dhe kjo mbrapa që duket të rëndë për saj. Se pjesën para gjoksin dhe muskujt e barkut i ke shumë mirë, ka shumë simetri. Që po supet, të bësh dhe supet se belin e ke ashtu del shumë simetri, si them, shumë aesthetics. Pastaj shpinën mbrapa e ke mirë, se jo nuk e kështu. Ne kam tërdesh po. Shpinën e ke nice. Ok. Normalisht do me thënë në them gjithmonë personave ku mund të ndjegin. Të rasti vetëm Instagram ke? Apo I vetëm Instagram. Ok, Do me TikTok-un, po s'para përdor. Ok, ndonjë që si do lëdhe të diskutoj. Ok. Besoj që edhe një YouTube do të bënte keq të hapur, meqenëse vazhdon të përmirësoj këtë gjë, kështu që ndash edhe dije me brezin që vjen. Drejt, mirësi.